Në tha njani, ne Macedonin edhe Shqipërin për në ndanë liqeni. Kjo si hirje në temë është. Jam duke shkuar për të xhamia Ali Pash në Ohër për ka liqeni. Një deputet Macedon më afrua, më përshëndeti në gjuhën Macedone dhe më tha, çka bëjnë ata në Tetov? Ndoshta nuk e dinte se jam prej Tetovës unë. Thash më falë, thash, çfarë bëjnë? Kanë hapur universitet. Thash, otej, ndoshta. Le të mësojnë njerëzit. Tha, po ma, e kemi paralel në këtë rast. Dhe më thanë, Macedonia i takon vetëm Macedonëve edhe s'ka popull tjetër. Emnin e ka Lambe. Thash, që Lambe? Ne këtë paralele kemi. Ne kemi xhami, ju keni kish. Ne kemi çaj, ju keni raki. Ne kemi dele, ju keni der. Tha, po, ama një shtet, një gjuhë dhe tjese. Në momentin duke biseduar me ata dhe po udhtojmë ka liqeni, një bilbil kalojmë mbi kokat tana. Aje e bani të spihun Allahot, ja bani diherët cilëcion e kaloj. I thamë, çfarë ishte? Tha bilbil. Tha në çfarë gjuhë e bani cilëcion? Tha ka gjuhën e vete. Subhanallah. Aj bilbili pas ka gjuhën e vete, unë kam gjuhën teme. Pra edhe unë e kam gjuhën teme, gjuhën shqipe të amël të shishme. Kur mirëm të liqeni, më thëtë, ka do peshki, ju thonë krap, janë shumë mirë për të ngranur. Thash, shiqo, nuk më intereson ajo, më intereson diçka tjetër. Për qarë? Shife e ka pashaport? A ka letër njoftimi? A i ka 20 evra? Për tha përse? Për të shku në Shqipëri. Tha, jo nuk ka. Interesant. Peshki po shkon ka edhe në Macedoni, edhe në Shqipëri, pa pashaport, pa letër njoftimi, pa 20 evra, une për t'i vizituar vëllezërit të mi, ma kanë kufizuar. O Lambe, prej Tanzanie, Dallandishja, pa vish hirse, as dalse, pa një cent në gjep, e ka gjetë shtëpinë e babës tem, Mollademin për shefcë. E interesant, e bani folen, as në bani dam, as nuk e pëjti as babën, as nanën, e regulloj ati. Bile babi janë, u bo për rahmet, e kemi pas hoq imam, a i e mësoj si të bëje murin, duke e pa Dallandishen. Ditër herë e kara balte loqi babës për murit, Dallandishe që 30 vjetë e ka regulluar. Pra, a i nuk ka punu me madein, po ka punu me madhin Allah. Pra, kështu mbaroj biseda, pa i kisha fjallën, që e presëm vllaun tonë, Ahmet Kalan, inshallah në vinë sa më shpejt, peshqit mrenda në liqenin e Ohrit në mësojnë, që ne të shkojmë andi dhe të të vinë këndi, bileve dhe valet mbi ujë që përplasën për murin e Strugës edhe për murin e atje, po Gradecit, na të regojnë se ne duhet bashkohemi. Inshallah në bashkohen vetëm në fjallën la ilaha illallah.